Serbët përsëri nuk po preken nga vendimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Vendimi i zyrës rregullatorit për elektrik ZRE-ja në lidhje me vendimin për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike është një ndër temat aktuale për momentin në vend. Të pakënaqur me këtë vendim janë qytetarët dhe bizneset, pasi që nga 1 maj do të paguajnë shumë më shtrenjtë për energjinë e shpenzuar, e derisa ata paguajnë më shumë rrymë, kjo nuk vlen edhe për serbët në veri të vendit, të cilët nuk preken nga vendimi i ZRE-s. Zyra e rregullatorit për energji ZRE ka thënë se ky vendim për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1% nuk do të përfshijë 4 komunat veriore të vendit. Sipas ZRE-s, komunat veriore tashmë furnizohen nga kompania Elektroserver, nuk do të përfshihen në këtë vendim, pasi që siç thuhet nga ZRE-ja, elektroserveri operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhënie tarifore atje janë të ndryshme. Tarifat e miratuara nga bordi i zyrës së rregullatorit për energji ZRE zbatohen nga furnizuesi me shërbim universal, duke filluar nga data 1 qershor 2025 në gjithë territorin ku ai operon. Nëse pyetja ka të bëjë me 4 komunat veriore të vendit, të cilat aktualisht furnizohen nga Elektroserver, atëherë këto tarifa nuk zbatohen në atë pjesë të territorit për shkak se Elektroserver operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhënie tarifore janë të ndryshme, thuhet në përgjigjen me shkrim nga ZRE-ja. Për gati 25 vite, banorët në pjesën veriore të Kosovës nuk kanë paguar për energji elektrike. Faturimi në këtë pjesë ka filluar në shkurt të vitit 2024, por pjesa më e madhe e banorëve vazhdojnë të mos e paguajnë. Shkolla e pagesës që nga shkurti i vitit 2024 e deri në dhjetor të po të njëjtit vit në 4 komunat veriore në Mitrovicë të Veriut, Zopin Potok, Leposavić dhe Zveçan ka qenë hiç më pak se 20%. Qytetarët e Kosovës nga 1 maj do të paguajnë energjinë elektrike 16.1% më shtrenjtë. Shtrejtimi i energjisë elektrike ka shkaktuar reagime të shumta nga bizneset, nga partitë politike dhe po ashtu edhe nga qytetarët dhe madje para disa ditësh kishte edhe protesta në Prishtinë.